braktisja e organizuar dhe politikisht e motivuar e institucioneve të Republikës së Kosovës nga pjesëtarë të komunitetit serb në fund të vitit 2022 ishte piknisje e një serie veprimesh sabotuese ndaj shtetit. Qysh atëherë e kemi thënë dhe u kemi bërë thirrje të gjithë serbëve në institucione. Mos i braktisni ato, mos jepni dorëheqje, mos shkoni. Por nuk e kemi thënë e as nuk kemi të drejtë të themi kthehuni. Kishim të drejtë politike t'ju themi mos shkoni, por nuk kemi të drejtë kushtetuese e ligjore t'ju themi kthehuni. Largimi i tyre ka qenë akt politik, individual ndonse i organizuar, por kthimi është çështje ligjore dhe kushtetuese. Nuk mund të ketë kthim që i mbivendoset kushtetutës e ligjit, veçmas kur braktisja ishte një akt sabotimi i ligjshmërisë dhe kushtetueshmërisë. Në këtë linjë, gjithnjë sipas kushtetueshmërisë e ligjshmërisë, këto dorëheqje i ka trajtuar kohë më parë Policia e Kosovës dhe ditë më parë edhe Këshilli Prokurorial. Ndërkaq sot, teksa prisnim që edhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës të vepronte njësoj, kuptuam që mbledhja dështoi në mungesë kuorumi. Presim që në mbledhjen e radhës të marrë epilog të tillë edhe kjo çështje.